Habit eksperti. Konsumoni 2 herë në javë peshk dhe do të befasoheni. Studiuesit në Britaninë e Madhe i kanë tërhequr vëmendjen njerëzve që të hanë shpesh mish peshku, pasi rezulton të jetë një nga produktet më të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë gjithashtu se konsumi i peshkut në dietën tuaj për të paktën 2 herë në javë mund të sjellë një shkallë të lartë të përfitimeve të shëndetit tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Konsumi i peshkut në dietën tuaj të përgjithshme do të ofrojë një pasuri të madhe të vlerave shëndetësore, të cilat mund të shkërijnë edhe yndyrnat në organizëm, duke ndikuar kështu në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse nuk merrni mjaftueshëm omega 3 në dietën tuaj, atëherë duhet të shtoni peshkun, pasi është një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar luhatjet e zemrës dhe për të furnizuar trurin tuaj me të gjithë elementët e nevojshëm ushqyes. Ndaj, peshku 2 herë në javë është një përzgjedhje shumë e mirë në rastin tuaj specifik.